është fast food. Dhe me thënë ju deliver. Do me thënë është e dëmshme. Jo detyrimisht. Pa na konsumon kohën. Është fast food, momentin që ti merr një informatë shumë shpejt, e observon shumë shpejt, atëherë dhe me thënë kjo t'jep mundësinë që ti me konë gjithka. Po. Me thënë prezent gjithandej. Për kjo është arsyeja pse TikToku përdoret për mirë. Unë sugjeroj përdoret për të mirë, prej politikanëve mundohen me shpash me këngëtare, artiste, ku ta diona, aktor me shpash punën e tyre. Se kanë influencën e tyre. Ka fytyra publike që e kanë shkatru vetën nga këto rrjetet sociale. Ka edhe fytyra publike që e kanë shkatru vetën nga rrjetet sociale. Domethënë kjo nuk është as për më diskutu, nuk për neglizhojmë këtë pjesë, por që nuk është vishë e mirë. Domethënë na ideja është çka dojmë, a e ki pa dhe algoritmin përcakton çka ti konsumon më shumë. Unë për shembull jam i tharë me ndjek më shumë muzikë, me ndjek më shumë informata të ndërkombëtare, zakonisht kur bëj scroll më dalin çata që unë e kërkoj. Kështu që ideja është edhe një iri, nëse të shohet prej gjumit. Edhe ka një qëllim, një pikë që ka me bëni unboxing, ka me bëni ushqim diçka, ka me prezantu diçka, ti je një lloj ndërmarrësi i ri që po mundohesh me hyn treg përmes një platforme, një rrjeti, një kanali që ta jep këtë mundësi. Edhe ku ka më mirë se me kreativitetin dhe me punën që ti e bën, domethënë si vogël, si i ri, me fillu me pas tyra prej saj. Domethënë ti i pavarur. Unë e shoh këtë formë, unë thash nuk jam Kosovë i pavarur. Një adoleshent